Në shtëpinë e Big Brother Kosova, momentet më të vogla shpesh shndërrohen në ndërveprime të paharrueshme që mbajnë banorët dhe publikun të lidhur me lojën. Një nga këto momente ndodhi kur Sasa vendosi të komentoj Benitën, duke i dhënë një kompliment që i ndryshoi menjëherë dinamikën mes tyre. Je bërë vill fare. Sa e mirë je bërë. Po të marrim me sy Marshalla, i tha Sasa me një buzëqeshje të lehtë, duke përdorur një ton që përzierte habi, miratim dhe një dozë të hollë humoristik. Fjala Marshalla e bëri momentin edhe më të veçantë, duke e kthyer thjesht komplimentin në një situatë të ngrohtë dhe lehtë të qeshur për banorët. Benita u ndje menjëherë e vlerësuar dhe e çliruar nga komplimenti. Nuk ishte vetëm bukuria fizike që Sasa po vlerësonte, por edhe mënyra si ajo po sillej brenda shtëpisë, më e sigurt, më aktive dhe më e vetëdijshme për rolin e saj në lojë. Komplimenti shërbeu si një moment i vogël afirmimi që shpesh mungon në ambientet e ngarkuara me rivalitete dhe tensione. Banorët e tjerë që ndodheshin afër e vunë re këtë interakcion dhe disa buzëqeshën. Të tjerë filluan të komentojnë në heshtje, por ajo që mbeti më e rëndësishmja ishte forca që ka një fjalë e thjesht pozitive. Në një shtëpi ku shpesh përqendrimi është te konfliktet, strategjitë dhe përplasjet, një kompliment i sinqert mund të krijojë lidhje dhe të sjellë qetësi të vogël. Ky moment i Benitës dhe Sasës tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjike. Është edhe pasqyrë e emocioneve njerëzore, ku një fjalë e mirë, një kompliment apo një buzëqeshje mund të bëjnë diferencën midis tensionit dhe bashkëpunimit. Pas këtij komentimi, Benita u duk më e sigurt, më e qeshur dhe më e hapur për të ndërvepruar me të tjerët, ndërsa Sasa tregoi se edhe një vëzhgues i kujdesshëm mund të jap energji pozitive që ndikon gjithë atmosferën në shtëpi. Një gjë është e sigurt, momentet e tilla, të vogla, por të sinqerta, janë ato që i japin ngjyrë dhe jetë Big Brother Kosova, duk